të themelojmë byron përfundimisht. Së dyti do ta kemi gjykatën për çështje familjare, prokurorinë e re të specializuar së Pestit, lëvizjave të vendosje dhe rrjedhimisht edhe qeveria Kurtin 2 ka bërë punët më kolosale në fushën e sistemit drejtësisë përgjatë historisë së re të Kosovës në këto 27 vite. Dhe duhet thënë që ne në këtë program të ri elektoral që mbrëmje kemi publikuar në zotimet tona elektorale për fushatën e 7 qershorit, ne kemi parashikuar që të themelojmë byron përfundimisht për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, një byro që brenda legjislaturës 10 për arsye krejtësisht procedurale nuk ka arritë të jetësohet, dhe kjo byroja tashmë pas referendumit dhe pas zgjedhjeve gjithashtu që do të jenë plebiscitare me 7 qershor, ne do ta jetësojmë përfundimisht dhe do të implementohen mekanizmat e tij. Pastaj së dyti do ta kemi gjykatën për çështje familjare, një histori e suksesi pas gjykatës komerciale dhe asaj administrative dhe të punës. Besojmë që gjykata e re për çështje familjare, për çështjet e alimentacionit dhe për drejtat të fëmijëve do të jetë një input shumë i rëndësishëm për sistemin ton juridik dhe përgjithsisht për popullin ton. Pastaj përfundimisht ne në sistemin ton të drejtësisë do ta finalizojmë ose do të rrumbullaksojmë dhe në bashkëpunim me dy këshillat respektiv do ta përmbyllim procesin e digitalizimit të sistemit komplet të drejtësisë, ku njerëzit, palët e interesit, qytetarët e Republikës Kosovës, që vetë që për përfaqësuesve të tyre të autorizuar do të mund të dorëzojnë dhe pa di dhe në kuptimin shkresor të komunikojnë me sistemin ton të drejtësisë në kuptim elektronik. Prokurorinë e re të specializuar së Pestit, që është një gjë që besojmë që përfundimisht do ta dizajnoj ose ridizajnoj fushën e luftimit të krimit dhe të korrupsionit. Aktualisht ne kemi prokuroritë tona të rregullta dhe prokurorinë tonë speciale, por në këtë rast këto vite është treguar si e pamjaftueshme për ta luftuar fushën. Faleminderit, koha.